Po, mendoj, dëgjoj, s'kishte gjë më të bukur se sa të gjesh ikigain. Edhe kjo ishte një nga gjërat që mua më bëri përshtypje. Rastësisht kur isha në Takayama, Takayama ishte një qytet e vogël, diku në Japoninë qendrore, dëgjoj një ditë muzikë. Edhe futem në një sallë të madhe kur ishte mbushur me njerëz të moshuar, se nuk dua të them pleq, sepse nuk e meritonin ata këtë term. Dhe ishin aty, disa ishin duke luajtur një lojë tipike japoneze, disa të tjerë duke lexuar, disa të tjerë duke biseduar, dhe rastësisht takova një burr që quhej Hiroshi dhe ishte 101 vjeç. Edhe e pyeta, kush është sekreti që juve jetoni kaq gjatë? Dhe di çfarë më tha? Jeta e thjeshtë, tha. Po? Ushqimi i lehtë. Po? Kam buzëqeshur, jam munduar të buzëqesh gjithë jetën. Edhe kur ka momente stresi, tha, dal në verandën time, në oborin tim, dhe kur shikoj atë lulen që lulëzon, dhe them, ka akoma jetë për mua, dhe ndërkohë, tha, unë tha kam qenë parukier, dhe këtë zanat që kam, vijoj që ta ushtroj tek njerëzit e komunitetit tim. Ata ishin të organizuar të moshuarit atje, ishin të organizuar në për disa komunitete që quheshin grupe që quheshin Moai, nuk e di nëse e shqiptoj si duhet, të cilët suportonin njëri tjetrin, si financiarisht, po ashtu edhe shpirtërisht. Dhe ti kur shikoj ata që dilnin me bicikleta, buzëqeshin me njëri tjetrin, mendoj që sensi i komunitetit, kur ti i përkatësia ndaj një komuniteti, kur ti ke diçka çka mund t'i japësh shoqërisë, sigurisht jeta e qetë, ata kishin një jetë, ishin dhe tipa të përullur, ishin të qetë, ishin të thjesht, edhe kjo bën që dhe trupi të ndihet mirë, po ndoshta edhe mendja të jetë në paqe. Të gjitha këto gjëra ndoshta ndikojnë si te burrat dhe si te gratë për jetëgjatësinë e tyre. Mendoj se po. Kemi goxha për nga ata. Pikërisht këtu doja që të ndaleshim pak. Diola, a është e mundur që ta bëjmë ne këtë jetë kaq të lehtë, kaq relaksuese, kanë fjalën për shqiptarët edhe për Shqipërinë, që të marrim, bëjmë një xhiro me biçikletë, i buzëqeshim kujdo e njohim apo nuk e njohim atë, edhe të këmbejmë sin energji me njëri tjetrin. A mund ta bëjmë diçka të tillë për të jetuar më gjatë dhe për të qenë më mirë? Shiko, kjo pjesa e moshës është totalisht procesim biologjik që ne e kemi, programim biologjik që ne e kemi në tru të gjithë. Kështu që mjafton, kam dëgjuar një intervistë shumë bukur të një gruaje që ishte, më duket 101 ose 102 vjeçe, edhe e pyetën i tha cili është sekreti jot, tha që pavarësisht moshës që ke, ti akoma je kaq shumë rinore në shpirt. Edhe tha, unë gjithmonë i them vetes që je 20 vjeç. Do me thënë, ky lloj programimi që ti ja ofron vetes është shumë rëndësishëm. Pastaj se dua ta lidh patjetër me pjesën e parë, se mos haroj, një ndër gjërat më të rëndësishme që ata bënin ishte konsumi i çajit matcha. Në fund pas çdo ushqimi për efekt tretës. Edhe nuk pinin asnjëherë ujë të ftohtë, se dua ta them këtë, edhe pse vera kaloi gati edhe pak. Pse nuk duhet pim ujë të ftohtë? Nuk duhet të pinë ujë të ftohtë sepse ngadalson shumë metabolizmin, procesin e metabolizmit. Dhe përpara se të flinin, një ndër sekretet e tyre, përpara se të flinin gjumë, ata vendosnin këmbët në një enë me ujë të nxehtë. Me ujë të ngrohtë, po themi, jo ashtu që të përveloheshin, po me ujë të ngrohtë. Në mënyrë që të përfitohet ai zgjerimi ose dilatimi i enëve të gjakut dhe të përmirësohet qarkullimi i gjakut. Prandaj bën sens edhe fakti që ata ka një përqendrim më të ulët, një statistikë më të ulët të sëmundjeve kardiovaskulare, po, e vërtet. Të ishemis, po. Përveç